ka një kohë gjatë që dasmat në Kosovë kanë fillu me marrë një lloj denigrimi të mërshëm, por për që shkon që ka shlargë, se kësha besu ta shohim njerë vitin pastaj flasë. Domethënë, për mu, nështë dikush tjetër thotë çaki marrë se edhe të verë, kjo është kërcim i pranuar, veç shqiptarët janë konservatorë sa në patjetër, ka studi të veçanta ku ti mundesh me shku me bo kërcime të veçanta. Njëjtë sikur do të thoja sa pa lidhje pse me kcy salca në dasëm, njëjtë është, apo kuptoni? Po kjo e bën tani ende më të vështirë me pa këtë arsyetim dhe këtë koncept të darsmës, e sidomos të vijë nga nusja. Tani, çfarë po do me thonë nusja? Që ka me knaqë dhondrin sonte? Apo që kam i mos flas më mirë se nuk du me shani motër shqiptare?